perimetër. Mirë mbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Jo mbo më shumë se 20 vjetë që debatojmë dhe flasim për varfrin në vendin tonë. E gjatë këtyne viteve kemi dëgju mira premtime për zhvillim ekonomik, privatizim më të ndershëm, investime të huaja edhe plane për zhvillimin e Kosovës. Megjithatë, vazhdojmë me konstatu se fjalët i merr era, ndërsa investimet nuk po shihen askund. Në Evropë, Kosova po konsiderohet ndër vendet më të varfra. Një publikim i fundit i revistës World Atlas po thekson që më e varfër se Kosova në Evropë është vetëm Moldavia, ndërsa të gjitha vendet e tjera janë më të pasuna. Shifrat ekonomike kallëzojnë se importojnë shumë, ne importojmë shumë e eksportojmë shumë pak, ndërsa burimet kryesore të pasurisë sonë mbeten remitancat e diasporës. Ku po shkon ekonomia e vendit tonë, këto janë tema që dhe diskutojmë sonte me panelizm nga secila parti që po garën gati secila, Hekuran Gashi, përfaqësues i lëvizjes Vetëvendosje edhe ekonomist, Arben Mustafa nga PDK-ja edhe ekonomist, Alban Zogaj nga LDK-ja edhe ekonomist, si dhe Labinot Bislimi nga AK-ja edhe ekonomist. Faleminderit shumë që të gjithë jeni edhe të fushës, edhe keni përvojë secilin këtë fushë edhe jashtë politikës, po du me e kthy debatin te varfria. Po e nisi me ty Hekuran. World Atlas po thotë që jemi në vendin e dytë shteti më i varfër në Evropë. A është kjo e saktë? Edhe çush e shpjegon? Kështu jeta. Ne e dim që varfria është pasojë të thotë mungesës ose mos zhvillimit të mirëfillt ekonomik. Ky mos zhvillim ekonomik prej ardhjën e ka prej shumë dekada të qeverisjes së keqe, specifikisht të mungesës së investimeve në ekonomi, të mos seriozitetit sa i përket mirëqenies së qytetarëve, si dhe të proceseve të tjera të dëmshme, sikurse kanë qenë procesi i privatizimit, procesi i politizimit të skajshëm të ndërmarrjeve publike, mos stabiliteti si dhe mos serioziteti në aspektin e menaxhimit të financave publike, dhe në fund të fundit është fakti që partitë në pozitë të cilat kanë qenë për afro 20 vjetë të kaluara, nuk e kanë pas në qendër të tyre mirëqenien e qytetarit, mirë po ka qenë vetëm puna dhe politikat e përshtatshme për një grup të vogël interesash, specifikisht të veta të ndërlidhura me aspekte të tjera biznesore. Pra, të gjitha këto së bashku, si dhe veç e veç kanë ndikuar që të shkatërrohet ekonomia, të shkatërrohet, të mos ketë investime të mirëfillta në infrastrukturë, specifikisht në atë të prodhimit, të shkatërrohet kapacitetet e prodhimit që ne i trashëguam me njëherë pas luftës, nëpërmjet një procesi të dëmshëm të privatizimit, si dhe mos zhvillimi i kapaciteteve njerëzore brenda Kosovës. Gjitha këto janë veprime për të cilat pasojë e kanë varfrinë e popullatës. Mirë po, më duhet ta ceki këtu, apo më jepet koha më vonë, gjatë qeverisës Kurti 2. Ne kemi bërë shmangjen më të madhe sa i përket zhvillimit të ekonomik. Mirë, flasim për këto veç të adresojmë, a jemi kaq të varfër, apo World Atlas ja ka huq? Që mendoj që zoti Gashi, si një politikan i ri, mendoj që duhet të përballeni pak me qeverisin e juaj. Po fletë si kur me pasar në këtë studio në vitin 2019, pa pas asnjëherë pushtet. Po harroni që 6 vjetë jeni pushtet. Kryeministri juaj është kryeministri pothuajse me periudhën më të gjatë në ulsën e kryeministrit. Dhe nuk moni jo këto sot me ardhë, më na fol për 20 vjetë, që 6 vjetë nuk keni në gjendje bash asnjë fjalë për me tregu çka keni bo. Po çish është e mundur, veni sot në këtë fushat,
edhe flesni për 20 vjetë. Cilat janë 20 vjetë? Po nëse thu për 20 vjetë e kalume, një 6 vjetë janë t'jujat. Pse s'po na flet pak çka keni boju këto 6 vjetë? Kosovën e keni në vendin e dytë më të varfër në Evropë dhe nuk keni në gjendje me tregu kur gjë çka po bëni. Tash, t'lutem. Nuk ka qysh mos më konë vendi i dytë më i varfër në Evropë, kur e kemi një qeveri, një përfaqësues një qeverie, që për 6 vjetë nuk është në gjendje për një politikë zhvillimore me numëru, një projekt të madh kapital me numëru, një investim të madh që ka ardhur në këtë vend. Por çka jeni në gjendje ju me përmend? Çka keni bë? Ka qenë GDP per capita edhe më herët e ulët. Po çysh e shpjegoni që po shmangët prej vendeve tjera? Në vitin 2019, bruto produkti për kokë banori në Kosovë ka qenë 1.000 euro më i ulët se sa në Shqipëri. A din sa është ashtë? 3.300 euro. Është trefishu diferenca. Qysh e spjegoni këtë hendek? Vendet tjera po hecin për para, Kosova po mbetet mbrapa. Dhe çka jeni ju të bo për mizon vendet tjera? Për 6 vjetë asë një sukses nuk keni gjeni me numru, veni këtu na flesni për 20 vjetë e kalume. Po thoni, s'ka pas investime në infrastrukturë. Shumë s'ka pas investime në infrastrukturë? Po sytë janë mi po, për ditë. Me infrastrukturë produse, thash. Për ditë, po infrastrukturë produse, qa për nën kupton? Fabrika me hap qeveria? Jo, fabrika me hap qeveria. Qeveria me ndihmu investimet e sektorit privat në fabrika. E keni gjetë Kosovën pa reduktimet e energjisë elektrike, e keni kthy energjinë reduktimet e energjisë elektrike, ja keni trefishu faturat biznesit. Për çfarë infrastrukture po flisni? Flisni për privatizim. Po çu më flisni për privatizim? Keni ardhur për shtet. Të thonë kemi me mbyll agjencione privatizimit, jeni të vazhdu sa po moni me privatizim, edhe po qoni, pa keni thonë kemi me mbyll. Pse s'pe mbyllni? Okej, Arben? Jo, të lutem, visht ne inifuam krijimin e fondit sovran. Le fondit sovran. Krijimi i fondit sovran, si një transformim organik nga pasetet që kanë qenë le fondit sovran se përgjigja për fondin sovran. Jo, të lutem. Jo, pse nuk përmbyllni agjencionin privatizimit kur keni premtu? Po qonin në bord AKP-s njerëz me akt akuzë. Edhe flisni për politizim ndërmarrje publike. Po çka jeni të i bëj ju ndërmarrje publike? Okej, ta ndëgjojmë përgjigjen. Ju jeni ka fokusohemi tek performanca e ndërmarrjeve publike. Ka kapni këtë shtet, ka glabroni këtë pushtet me ka krejt fokusohemi. Okej, Arben ta ndëgjojmë përgjigjen, pastaj mund. Okej. Më duhet të përgjigjem së pari do të thotë sa i përket bruto produktit vendor dhe rritjes së bruto produktit vendor. Kur e kemi marrë në vitin 2019, bruto produkti vendor ka qenë 7 miliard euro. Sot është rreth 11 miliard euro bruto produkti. Se të ka rritë çmimet. Është nominale. Jo, të ka rritë çmimet. Jo. Sa e ke hendekur në Shqipëri? A di kur e keni marrë në 90-ën? Ne kemi rritjen ekonomike. Ka qenë 6 miliard euro e ki 14 miliard euro tash. Arben, a bën vesh ta përfundon? Je ka mbetesh mbrapa kreta vende të rajon. E kuran je ekonomist. Edhe vlerësoj si një ekonomist të ri. Unë e kuptoj kryeministrin Kurti që ka bë propagandë vazhdueshme me vlera nominale. Nuk ka hije më na fol për rritje nominale, po fol na për rritje reale. Përveç GDP-s, e tjera kështu ku jemi. Përveç GDP-s, cili program zhvillimor pyeti Arbeni, cili program zhvillimor keni bërë që ka sjell punësim në 5 vjetët e fundit? Programet zhvillimore kanë fillu do të thotë me ndihmën e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Çfarë ndihmë keni dhënë? Kemi dhënë shumë lloje të ndihmave, kemi subvencionuar makineri të reja. Edhe kur reflektua jo? Sa e ki rritin ekonomike, qa po ndodh me deficitin tregtar? Deficiti tregtar, e ki gjetë me 3 miliard euro, tu ka bërë 6 miliard euro. Nuk mund me fol për subvencione, do të me fol për efektet e tyre. Ku ki efektet e tyre? Çështja e inflacionit. Në shumicën ndërmuese të kohës është inflacioni importuar nga jashtë. Edhe çka keni bëju me frenu këtë? Çka kena bëna, kena pas pakon më të mirë për rimëkëmbjen ekonomike pas. Ne kemi përjetuar dy kataklizma ekonomike. Një ka qenë Covidi, dy ka qenë lufta në Ukrainë. Çish e ke adresu inflacionin, kallëzëm, e ke adresu instrumentin e njëjtë sikur Covid, inflacioni, hekuran. Nuk adresohet me 100 euro një herë që jep. Jo, nuk ka qenë pagesa të hershme. Kanë qenë subvencionime të interesave të kredive për ndërmarrjet private, kanë qenë ndihma të tjera në subvencionimin e rrugave në sektorin. Si rezultati aty në subvencioneve? Janë ka rritën? Po, padyshim. Ku janë ka rritën? Vazhdimsi. Cili sektore ka rritën?
Po kryesisht normal, ne rritjen më të madhe normalisht e kemi për arsye që me ekonomi importuese rritja më e madhe përjetohet në sektorin e tregtisë. Për subvenciononi tregtina, po unë thash, ne kemi subvencionu ndërmarrjet prodhuese. Ne kemi subvencionu blerjen e makinerive prodhuese, rritjen ose linjat prodhuese për ndërmarrjet ekzistuese. Edhe Kosova ka importin më të lartë në deficitin tregtar më të lartë që ka pas ndonjëherë. Lutem, proporcioni deficitit, proporcioni importit dhe eksportit të produkteve, të mirave, ka qenë 1:20, është kthy në 1:6 për momentin. 51% ka rrit deficiti tregtar në raport me bruto produktin. Po çështje e rritjes së deficitit tregtar po të bëjë me rritjen e çmimeve. Eksporti do ne kemi rrit s'ka kanë çmimet ashta. Okej. Lutem. Po duhet të përfshi Albani me pak. Dy panelistë kemi dëgjuar. Alban, pastaj Lavinat. Me të vërtetë është për keqardhje që ne edhe pas 6 viteve qeverisje të vetëvendosjes, prap narracioni kyç edhe fillimi i debatit është 20 vitet e kalume. 6 vjeçari i fundit do duhet të ishte tema e debatit ton, për arsye se ne po shkojmë zgjedhje të reja të jashtëzakonshme e po flasim për qeverisjen e fundit 6 vjeçare. Çka është bërë në këto 6 vite? 20 miliard euro i kanë pas në dispozicion në 6 vitet e fundit të qeverisjes së tyre. Asnjë projekt kapital, asnjë shenjë e madhe nuk është lënë në ekonominë e Kosovës. Për 20 vite, me 20 miliard euro buxhet për 6 vite, asgjë në energji, e kemi krizë të jashtëzakonshme energjetike. Asgjë në energjetike. Asgjë në infrastrukturë, asnjë megawatt i ri nuk është ndërtuar për këto 6 vjet me 20 miliard euro buxhet. Domethënë, nëse e shohim sa kanë pas buxhet në këto 6 vitet e fundit, është shumë më shumë se son krejt 20 vitet e kalume, që kanë pas buxhet qeverit tjera, për arsye se buxheti normalisht është rrit në këto vitet e fundit, edhe si rezultat i rritjes së çmimeve e inflacionit. Shiqoni një gjë duhet edhe një fakt me dhonë. Nëse shkojmë me këtë ritëm të rritjes ekonomike, neve si Kosovë na duhen 50 vite me arrit mesatarën e standardit evropian. 50 vite me rritjen prej 3%. Jo, 3.6% është e fundit, ku e pas parasysh. 3% IMF-i po e ka proklamuar tash edhe në sidoqoftë rritja ekonomike asnjëherë nuk ka rënë ndër 4, po flasim për vitet e qeverisë Kurti 2, për të cilat ne kemi pas mandat të plot, kemi pas instrumente si ligjore ashtu edhe operacionale për me ndiku drejt për drejt në ekonomi. Kjo rritje ekonomike me këto norma 3%, 4% është tepër e ulët për të arritur qëllimet tona. Norma mesatare për 4 vite ka qenë 6% e rritjes së bruto produktit. Jetu e dhonë me 2021 pas pandemisë, kur kishte një ngritje normalisht pas një baze tepër të vogël. Kjo rritje mesatare e këtyre viteve të fundit është nën rritjen mesatare të periudhave përpara. Është nën, sepse ne si Kosovë para pandemisë kemi pas rritje ekonomike dhe mbi 5%, cilën rritje ekonomike në 6 vitet e fundit nuk e keni arrit asnjëherë. Dhe me këto nivele të rritjes ekonomike, ne nuk mund të kemi zhvillim ekonomik. E sidomos me këto nivele të investimeve kapitale. A mund është më adresu? Hekuran, sa megawatt shtesë prodhim në energji i keni bo në 5 vitet e fundit në qeverisje? Në 5 vitet e fundit, ju dëni me pas parasysh kështu. Ka pas investime si nga sektori privat, ashtu edhe nga sektori publik. Në sektorin publik specifikisht Keku ka bërë renovimin e disa bloqeve, me që rast ka rrit dhe të në 610 megawatt kapacitet prodhues, ndërsa në sektorin privat kemi pas rreth 135 megawatt prodhim nga burimet të ripërtrishme specifikisht të erës, 30 megawatt fotovoltaike, kjo është gjendja tani. Na kemi shpall edhe kemi shpall si dhe kemi përfundu, do të thotë kemi përfundu marrëveshjet sa i përket 135 megawatt energji të ripërtrishme. Ku janë? Janë në Bajgor,
janë edhe projekt që ja kanë qeverisin e kaluar. Nuk janë kry, ju lutem, nuk janë përfunduar ato. Jo, ato janë operative. Asnjë prej jo janë operative për fat keq. Për shembull, ne kemi edhe një instrument do të thotë financues që e kemi bërë të disponueshëm për komunën e Prishtinës. Në këtë rast për prodhim të energjisë elektrike për me ndihmu ngrohjen e qytetit. Ajo ka qenë rreth 80 milion euro, ka 3 vite që qeveria e ka aprovu instrumentin financiar, mirë për arsye të interesave të ngushta brenda dhe zhvillime brenda. Është kredi evropian, apo? Po, është kredi, mirë po ka qenë qeveria si garantues, ajo ka qenë qeveria të cilat ishin edhe nën sanksione. Lutem, mos keq interpretoni. Qeveria kanë qenë garantuese dhe qeveria i ka disponuar ato si nën kredi. Dhe e merr kohën e vet. Është projekt që po e merr kohën e vet. Sa vite, 3 vjet ju keni pas kohë, nuk ka as plan. Plus ka qenë për një kohë i pezullum për shkak të sanksioneve që i ka vendosur BE ndaj shtetit Kosovës në një rast të paprecedent. Kanë ardhur ato sanksione. Kanë ardhur ato sanksione për shkak që ka pas elemente të partive opozitare që kanë shku decidivisht në Bruksel për me lobu që me mirë mbajt ato sanksione që kanë ardhur si pasojë e shtrirjes së sovranitetit në veri. Ne kemi po vendos sanksione. Po, padyshim, ju e dini që ato sanksione, një prej arsyeve pse ato sanksione kanë ardhur është që kjo vendosja e sanksioneve është sovranitetit. Po, edhe po dalim shpejt për kësaj teme, opinioni publik është informuar. Është një prej rasteve më të turpshme për vendin ton, që prej çlirimit e pas luftës, Kosovës me ju vendos sanksione nga shtetet mike të BE-s, e besa edhe nga shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po, a e dini ju për çfarë arsye ju kanë vendosur sanksione? Ju kanë vendosur për shkak të ne kemi rikthyer sovranitetin dhe për shkak të kundër gjitha presioneve që kanë ardhur nga aktorë ndërkombëtar. Okej, Labinoti s'ka fol, Nuk janë kundër sovranitetit, mirë po janë ndoshta kundër mënyrave dhe qëndrueshmërisë së kryeministrit. Mirë po më vonë kjo është provuar kundërta. Sanksionet u hoqën. Plani i rritjes u ratifikuar në kuvend, është në vlerë të 882 milionë euro. Lutem na kemi marrë para na fol mjaftuar shumë për Labinoti, Rani Labinotit. Labinot. Los deshta diçka me faleminderit. Deshta diçka me precizu spori, se un paraqet si ekonomist, unë nuk jam ekonomist. Bien keq. Çka je? Jam politikan, edhe besoj që paneli ekspertiza jote është Në shkancë politike, në mëni i kum kry, jam kryetari Degës e tjerë, po qëllimi i këtij paneli, se aty deshte me ardhë, nuk e ban një ekonomist domosdoshmë kuptu politikat ekonomike. Se kjo është një dallim shumë i madh që shpesh në Kosovë ngatrojmë. Pra, me politikat ekonomike, jo domosdoshmë janë të mirë ekonomist. Kush është mirë politika ekonomike? Një artist ashtu? Politikant. Se politikë ekonomike nuk është ekonomi. Janë dy gjëra ndryshme. Po nuk do të shkojmë me këtë se nuk jam kjo është vlerësu. Po s'është korrekte kjo çapo thotë apo kupton se. Jo më korrekt është. Ekonomistët janë më afër të politikave ekonomike se politikës nuk e përjashtova, mos ta bëjmë debatin aty se s'është. Është deshta mo distancu. Okej, kuptoj. Në rregull. Fjala është që na çështja është cilat politika zhvillimore janë implementuar për këtë 4-5 vitet ose 6 vitet e fundit. Dhe na e dimi që Kosova për me, nëse ka dalë pri podrumit, është e vërtetë që ka dalë 99-ën. Sepse podrumi i Kosovës është 99-ën, edhe para 99-ës. Unë na gjithi me këtu më shumë se sa 26 vjeç, jam 43 vjeç, dhe unë e moj men Kosovën në vitet 90-ta shumë mirë sikur edhe ju, pra cila ka qenë gjendja në Kosovë përveç lirijës, por edhe në kuptimin ekonomik. Ne kemi pas edhe kanalizime gjithkohon të hapura në për Kosovë. Kjo është realiteti i Kosovës 99-ën që do të me kuptu. Kosova kur ka dalë 99-ën nuk ka pas për mi në mojë shamen 600 milion euro domethënë buxhet. Qëta njerëz e kanë pru Kosovën domethënë në gjendjen deri në 2019 në një zhvillim tranzicion ekonomik kapitalist. Domethënë duke i shit kuptohet ato asete dhe ka qenë normale ai proces, pavarësisht se mënyrat kanë mujt me qenë gabueshme, po procesi privatizimit ka qenë i domosdoshëm dhe implementimin ndoshta nganjëherë i gabueshëm. Këta kanë ardhur me synime tjera.
e përmeni Fondit Sovran, një hajgare e madhe, që unë e kum orzu prej fillimit, kanë ardhë duke folë për ndërmarrjet e vogla etj. Ndërmarrjet e vogla në një ekonomi vinë pas ndërmarrjeve të mëdha. Nuk mund me ekzistu vetvetiju atë pa pas spari vendosje në një ekonomie përmes ndërmarrjeve të cilat prodhuese e tjerë. Dhe janë bazu, është e vërtet, mbi prodhimin. Po çka kanë bërë për prodhimin nuk është e vërtet. Sepse në fond kur kanë hyrë në pushtet, çka janë përqendruar, siç e tha edhe vetë, te tregu. Domthonë kanë investuar tregun, edhe ato që tha makinerit, zotriu, Hekuroni, nuk janë të vërteta që janë për prodhim. Shumica makinerive janë bleme në kuptimin që i shërbejnë tregtisë së jashtme, sepse na jemi ekonomi periferike sot. Dhe importimi ose nuk është vetëm i mallrave, po është edhe një lloj kapitali i cili futet nga vendet të rajonit ose më larg domthonë të Evropës, futet brenda edhe del jashtë. Na jemi me një farë mënyre montues të produkteve të jashtme. E çka thu për investimin në bujqësi që bo, a ka reflektuar në zhvillim? Jo, edhe atë investimi në bujqësi vimi shumë shpejt, sepse po e marr një shembull bujqësi, po veç ta kryj këtë punën të çështje produkteve të tjera, makinerit. Sot në Kosovë për shembull merr ne dikant që prodhon mobilje. Realisht ai monton mobilje për IKEA-n e cila i ka dhënë mundësinë me bon montazhin. Po ai nuk i prodhon mobiljet, nuk ka dizajnerit të nëv, nuk e ka materjen e vet, po është domthonë importues edhe eksportues i çasojnë. Në shumicën e rasteve nuk jam të fol. Me pritë që IKEA ta merr dizajnerin e Kosovës, kur e ka vetin, apo? Po në rregull është, po jam të shpjegu ekonomia e Kosovës ku është problemi dhe politika që na duhet të ndjek. A kemi na tash të shtruat pyetje për një ekonomi aftësi prodhuese? Se ç'është të aftësia prodhuese? Sa kemi aftësi prodhuese? Kur thonë aftësi prodhuese është a kemi dije bërje, domthonë për me bëni produkt. Se gjithë çështja është aty. Sa tash të shtrohet pyetja, për shembull, kjo qeveri që ka pas 20 miliard në dorë, i ka investuar në aftësinë prodhuese të popullit tonë. Në dije bërje. Në dije bërje. Trajnimje të fol. Jo, janë trajnim. Është në kuptimin që ti investon përveç trajnimit e krejt ato, po edhe mas pari ti e përcakton se cilat produkte mundesh mi prodhu edhe mundesh mi tregtu si produktet e tua. Se kjo është në realisht çështja në politikat ekonomike. Dhe jo, domethënë, vetëm konstatimi ekonomia është kështu apo ekonomia është kështu. Ku jetu investu? Tek puna e produkteve tashti, përcaktimi produkteve, njëjtë është edhe me produktet bujqësore. Ti ndjek për shembull politikë ekonomike në bujqësi, po faktikisht nuk e ke përcaktuar se me cilat produkte të bujqësisë mundesh me garu në tregun e Kosovës duke pas parasysh që je treg i hapur. Domthonjë që zënë po e marr një fjalë të Albin Kurtit, kur tha na do të me marru tha fabrika tha të ketçapit për me bon tha domate bujqet e tonë. Na nuk mujna më shty në treg me domate nivel të Evropës, sepse domate prodhon Fieri për krejt Ballkanin, edhe prodhon Spanja për krejt Evropën. Nuk prodhon as Franca. Lutem, ti ka pastaj edhe do të më kuptu. Të tjerë sa i përket subvencionimit të subvencionimit. Domthonjë që nuk është e përcaktuar shumica e produkteve bujqësore besin për lumejtë tonë, ose nuk mund më shit se nuk mund me konkuru domthonjë në treg. Nuk domethënë që na nuk do të më bë domate, që të mirë me vesh. Po duhet shteti me subvencionu në ato produkte ku na mujna me bë treg. Kjo është çështja. E njëjta është, më falni, mase e morra pelonse e marr prap fjalën, ta jap e vërtet. Disa e morë. Na e Kur'an. Mirë. Adresoj çto. Tek çështja se pyetja jote jeta këtë çështja e bujqësisë. Çka kemi bën në bujqësi? Ne gjatë 4 viteve të qeverisë. Jo vetë çka keni bë, po çysh ka reflektuar zhvillim ekonomik. Apo mund mi shit aty është çështja. Padyshim që mundën mi shit. Ne e dim që kostot e importit janë rrit për arsye të ngritjes së çmimeve në nivele globale. Edhe kjo normalisht që krijon një kërkesë më të madhe për prodhimet vendore. Mirë, po na diku në rreth vetëm 7% të nevojave ushqimore i mbulojmë me prodhimet bujqësore sa i kemi këto. Edhe kjo pasojë rreth 7% po them të nevojave ushqimore i mbulojmë me prodhim të brendshëm. Mirë, po ne i kemi investuar rreth gjatë qeverisë Kurti 2 ne i kemi investuar rreth 300 milion euro në bujqësi. Specifikisht, çka kemi bërë? Kemi
nuk kam informata të sakta sa kanë qenë para kësaj, mirë po ne e dim që ne kemi prezentu politika të drejta për të subvencionuar një numër sa më të madh të prodhuesve. Jo më u koncentru politika të drejta, çka i bie kjo në ekonomi? Çështje e përgjedhjes, çështje e krijimit të kritereve të lehta për me mujt për qasje në granta dhe në subvencione për gjithë fermerët. Jo me kriju kritere. Jo në rregull, çka ka lidhje me zhvillimin? Po baza e zhvillimit ekonomik është ndërmarrjet e vogla, ndërmarrjet private. Okej, le ta marrim te produktet e bujqësisë. S'ka, më fal se duam të mos provoku. Ne kemi jo keni dhënë subvencion, imagjinua fermerin i ka 5 lutem, i ka 5 orë. Për çështjet që i ngriti paraprakisht. Jo, është jashtë teme. Sipas logjikës të zotëriut këtu, atëherë ne realisht ajo diferenca, ajo avancimi i specializimit në fusha të caktuara, në mes neve dhe ekonomive të zhvilluara, është aq lartë sa që na nuk ja vlen me u marrë me të. Atëherë çka me bona në ndërkohë? Jo, Lavnoti po thotë, a e keni identifikuar ai prodhim që na muj mu bë konkurrent në Evropë? Prodhim bëj shumë prodhime, mund të prodhime atje, cilat janë produkte? Vlera ekonomike në një produkt fundor vjen nga shumë procese të ndërmjetme. Nuk është vetëm tek prodhimi atje, edhe te shitja këtu. Na mundë me marr për shembull, po flasim të industrinë e drunit, na mundë me marr drunën në sasi të mëdha, me importu të themi nga vendet fqinje apo nga vendet e më larta, mundëm me pas makineri për cilat ne vetëm kemi investu, do të thotë në kuptimin kemi subvencionu për investimet të ndërmarrjeve të vogla, edhe ato makineri atë dru me marrë dhe me shëndru në tavolina, me shëndru në komodina, edhe na e kemi pa që specifikisht në fakt është industria e drurit që e ka pas rritjen më të madhe të kapacitetit eksportues gjatë viteve, gjatë qeverisë Kurti 2. Prandaj, me u kthy të çështja që e ngriti kë, vlera ekonomike krijohet në përzinxhir të ndryshëm deri tek prodhimi. Tani, investimi në rini, investimi në fuqi punëtore, rritja e fuqisë punëtore, ulja e papunësisë rrjedhimisht që ka ndodhur gjatë qeverisë. Se s'ka ndodhur për atë punë, të lutem veç pak se ti marr me veç pak. Okej, kemi ardhur te ulja e papunësisë. Shumë interesante. A e pranon që produkti nuk është çështja e pranon se pranon të dhënat të disponueshme publikisht në dhonave. Nuk është ku të rritja mbi 60% e bruto produktit vendor. Ju mundeni më jap çështje, mundeni më jap. Veç pak se ta shpjegoj punën e produktit. Këta për shembull i ki 5 hektar grun. Këta e japin kaq për çat grun për me prodhu. Problemi është që bujku i merr ato subvencione dhe prodhon grunin. Mirë po, nuk është ashtje regulume, e mora grunin si produkt, po mujme marë produktet e tjera, ku aj ka përmbrapa Kosova me përfitu prej qati grunit i cili u fund treg edhe u shit me përfitim. Me përfitim për Kosovën. Do të thotë që i vetmi që përfiton këtë rast është bujku në kuptimin personal, po nuk prodhon. Nuk fiton. Jo më jam të thonë. Argument. Mos e më të thonë të njëjtën sen. Ti të thonë fermerët kanë pas përfitim edhe unë jam të thonë. Unë jam të thonë që ekonomia përveç fermerëve, vlera e shkuar. Jo, s'është vërtet. Nuk është. Falë, ta dëgjojmë Arbenin. Arben, jo më interesu me adresu dhe çështjen e uljes papunësisë. Ulja e papunësisë në bazë të ASK-s është çashtu që po thotë Vetëvendosja, çka janë ato shifra tjera që interpretimet e juaja për sta? Veç të kthehem pak te tema, më la përshtypje zoti e Kuran kur po flet për subvencionet për bujqësi, potencon numrin e bujqëve përfitues. Po pra, kjo kallzon drejtësi. A di pse përmendni numrin e bujqëve përfitues? Se ju nuk jeni fokusuar te vlera e shtume. Ju jeni fokusuar çish me prek sa më shumë njerëz me shndru në votë. Dhe kur po pyesin njerëzit, është vërtet ne kemi krijuar jo diskriminuese. Po pyesin njerëzit. Jo, e keni zhvendos labinat lutna. Ka qenë e pamundur jo e keni zhvendos fokusin nga subvencionimi i kulturave që rrisin vlerën te një përfshirje më e madhe njerëzve. Tasht. Ka dallim.
këtu vje përgjigja kur po pyetet e kur shku 20 miliardë Kemi ndryshim të subvencionimit të kulturave të ndryshme. Kemi 120 euro për punë, kemi 600 euro për pemë e perime. Nuk është të vërtet, nuk qëndron. Arben, pse o kesh që të ma shumë njerëz në subvencione? Bjeni o të folë tjetër samë, Deri në fund argumentin, nuk është keq, mirë po do të me pas parasysh që subvencionet për bujqësi i jepën për me rrit prodhimin bujqësor. E ta është jo në vend se më nga të regu sa njerëz kanë përfitu, e sa njerëz vi kellon subvencion, të regona në cilat kultura bujqësore jemi të ullë në varësim për importit. Për shkak subvencioneve që po i jepni, apo importojmë ma pak grur, ama pak domate, ama pak qka. Cili jo rezultati i juve në bujqësi, që me thonë pobre, jemi të dhonë subvencione, po si rezultati i subvencioneve jemi të ngrit ekonominë. A keni në shembull të mirë ku me politikat e juja po rritën kapacitetet e procesimit. Shkojnë produkte ndryshme bujqësore prej Kosovës, që ashtu me paketat mlaja, na për vene ndryshme, vesh një paketim atë mirë e bojnë, e shesin 2 fishi i vlerës që e shet bujku kosovarë. A keni në politikë konkrete, me qka jeni të ndimu rritjes e prodhimit bujqësor. Edhe këtu, në përgjithësi, kjo qeveri, sa her flet sa pari ka shpenzu. Është e vërtet që jo i keni shpenzu 20 miliardë euro. Sa kur kusht tjetër. Lutën, jo e kuptoni, ju ma shumë se të tjere të kuptoni për bërjen e bugjetit. Nuk jeni në gjendje. Ato 20 miliardë euro, një pjesë e madhe jënë paga. Ka keni bo? A në dhe paga ka pasal ma herët. Jënë paga për sektorin publik. Ka pasal ma herët paga. Lutën, bugjeti, vetëm tani ka mbri 4 miliardë. Vetëm 1/4 ta e bugjetit, prafërsisht 1/4 bugjetit është paga. E që për sektorin? Po dhe ma herët ka pas paga. Po dhe ma herët ka pas paga. 5 miliardë keni në investime kapitale, 5 miliardë votin në këto 6 vjetë e fundit. 5 miliardë të bugjetuar. 5 miliardë euro të bugjetuar. Në vitin kemi bërë 731 milion euro. Si për nga shuma, si për nga 730 milion euro investime kapitale. Ku? Në shumë qka. Në shkolla, në qerdhe, në rrugë. Ku jetë? Në qerdhe, ose jë ndërtu, ose jë në ndërtu. Qerdhe, mërë e keni premtu. 200 qerdhe i kam premtu. Qerdhe si ki bas, 5 qerdhe të reja. Ju duni me pa që ne kemi të rashivu një sistem të prodhimit publik, Po qka ki të rashivu? Qa ki të rashivu? Pse se ki ndru për 6 vjetë? Pse se ki reformu prokurimin publik për 6 vjetë? 6 vjetë. A e kupton sa në 6? Nuk janë 6 vjetë, janë vetëm 4 vjetë një mandatit të plot. Por 6 vjetë tu kanë ndërtu 2 autostrada, tu ka asfaltu krejt Kosova asfalt, tu kanë bo shkolla që i ke i trashëgu djegura mas luftës. Por 6 vjetë qa ki bo mëre? Na po flasim për 4 vite mandat të plot. Si e konë gjeni me reformu. Në cilin ne kemi... E qa ki bo që 2 vite pro, se po thu veç 4 vite. Që 2 vite qa ki bo? Me qka e një marë që? Një vjet kemi qenë subjekti sabotimit. Jo, në qeveri e konë. Jo, në qeveri e konë. Shas kemi qenë qeveri. Ne kemi Jo, sa ata gjipat hipotezisë se keni nalë heq. Jo, gjipat se keni nalë heq. E mërimin e zavens ministra se keni nalë heq. Aktet patriotike që jënë bo gjatë aty Luksin se keni nalë heq. Jo për të 2 vjetë. Për të 2 vjetë. Jeni të shqitë Për këto 2 vjetë që po thu, ju luksin e qeveris nuk e keni nalë heq. Jo veç punën e keni nalë. Qa ki nalë ti si qeveri që 2 vjetë? Zyret qeveris je konë. Pare ki shpenzu sa ki mujë. Kemi nalë kontrabandën nga veriu. Cile reforme ki bo? Me rast të shtirjes së sovranitetit. Për sovranitet ti ekonomist. Jo, po të unë e di... Qa folë ti për sovranitet? Politikë ekonomike. Po folë për sovranitet? Po normal që ka ndiku drejt për drejt. Ka ndiku për sovranitet? Unë e di... Qka di une për sovranitet? Qa të kalzoj qa di une? Apo më lënë me tregu për sovranitet? Qa unë e tregoj? Sovraniteti e ka ullë, sovraniteti e ka ullë, kontrabanda e ka ngritë në kurëshmërin, kontrabanda që ka do. E dini shumit? Faleminderit veç pak, Falu veç pak, Alban. Na duhet me konstatu që vendi është në krizë të thellë ekonomike. Me çmime të nalta, me inflacion shumë të nalt, me mungesë të konstatimi duhet të bazohet në të dhëna, jo në mënyrë deklarative nuk e pranoj. Me mungesë të paras dhënat dhe statistikat e kallëzojnë të me mungesë të paras në treg, ku bankat kanë fillu me rritë krizë e madhe ekonomike është zvoglim ekonomik, të lutëm një ekonomist. Shiqoni edhe bisedoni me ndërmarrjet e këtij vendi e unë bisedoj çdo ditë me ta.
Çdo ditë bisedoj me ndërmarrjet e qytetit. Qarkullimin në ndërmarrjet. Ndërmarrjet janë Private në është rrit krizë ekonomike. dy herë është rrit. Ankohen për mungesë momentin që kemi paras në treg. shtetit, Qarkullimi është rrektimi i çmimeve të rritura Hekoran? Qarkullimi absolutisht. Çmimeve rrymës, çmimeve të gjithë shkafit. Me çmimet nolta, vetëm në muajin prill të këtij viti, 7.5% është norma e inflacionit, ju lutem. Po na e dimë që ne edhe në Evropë importojmë me këtë. Shumë njerëz alban thojnë se veçtena. Evropa po merret me Evropa plus po merret me këtë. E trajton këtë problem. Ne e prezentuam pakun me rimëkëmbjes 2.0, nuk e aprovuat. Jo, cila pako e rimëkëmbjes? Cila pako? E shka? 100 milion euro. Qysh doni me ataku inflacionin me pako të rimëkëmbjes? Jo, deklarativë. Ajo është ka shqip propozitë. Janë si fondi sovranci ato tjerat e propozuan Jo të lutem, Ekoran, unë kam qenë deputet në këtë legislaturë të kuvendit. Okej, shumë mirë. Ku është ajo pako? A e ka po dikush që keni para po ju në atë pako? Kjo është. A është një dokument dikun ku shkruan çka ki para potin këtë pakun 200 milion. Po flesi për pakun 200 milion. A e din dikush në Kosovë çka ka të shkruar me atë pakun 200 milion? Arben, mirë që e qeli. Asa si deputet se kemi ditë. Arben, shumica e njerëzve që na u kanë anku në kallëzo mendojnë që sidomos punëtorët e sektorit privat që rrogën e 13 ja u keni nal ju deputet. Që ka qene para le të regoj, e 13 aty. A ne le të regoj, le ta çe dokumentin. Çka ka në atë pako? Jo, këtu keni bë mashtrim publik. Keni bë propagandë elektorale. Ku është ajo? Kemi prodhu vendime. O zotni, jemi prezentuar para komisionit dhe kemi ka ardhur kur një dokument me një pako. Ka ardhur kërkesa për aprovim. Kërkesa rishkim të buxhetit të Kosovës. Çka ka ardhur kërkesë? Është dashur bërë çka çfonde për një kategorinë tjetrën, trego për çka o burr. A e keni dokument dikon ku për pakon e pakon 200 milion euro, jo më por e duhet me di. Ajo i ka targetuar konsumatorët e cilësisë. Ajo i ka targetuar ndërmarrjet e vogla dhe po na se di private. Se ke pa kërkuar. Ajo i ka targetuar. Po na se ke pa. Kurani e tha shumë mirë. Se ke qesa të tjera të cënueshme si Kurani. Kurani e tha mirë, ta kena marrë vendim. Është e mundur ti deputet si je, apo? Nuk jam. A e ki po dokumentin që ju ka dorëzu? A e din për dokumentin? Ka dokumentin. Është frazë elektorale. Nuk është frazë elektorale. Është frazë elektorale. Nga 5 vendimet e para që ne jemi zotuar ta bëjmë në qeverinë Kurti 3. A jeni zotuar në ato zyrat? Po lutem. Po kur zotohet na dhe realizojmë. Është miratimi i buxhetit. E kena po që realizoni ju zotimet. Ja, për të realizuar. Jo lutem. E kemi po që realizoni zotimet. Ka qenë kalimi i ligjit për çmimet tavan. Ju e dini që një pjesë inflacion. Jo, rrete pako. Rrete tavan. Rrete pako, ja vim edhe aty. Lutem. Rroga 13 për sektorin publik. Domthonë, për sektorin privat. Ku e ki për sektorin privat? A e ki shkruar? Rimëkëmbja është pako për përballje të inflacionit. Ajo po na smula na vi besoni kutiet juve të pyllën atje. Tregoj çka ki pas aty. Që ta janë Alban? po s'është fal. Jo tregoj çka ki pasën pako bre? Nuk vive me tregova papunësia, jo sfolojnë, jeta shtresave të cenueshme. Jo, ma është e përgjithshme. Po thot 200 milion euro të ne ndikimin me politika fiskale kemi të përgjithshme. Ne nuk e fokusojmë te 4 përfitues. Jo, po tregoj çka ka pasur. Keni bëj ju në të kaluar. Po se kemi pa kur. Jo, po se kemi pas një herë. Lutem. Po se se ka përmban, unë tregova. Se kemi pa 2 milion euro, më thon, 10 milion euro, 50 milion euro çtu. Po ju si ekonomist ju e dini. Jo, çu është ndikon në përballim nëpërmjet politikës. Jo, unë po të pyes, ku e ki dokumentin për pakun 200 milion euro? Dokumenti është dorëzuar nëpërmjet procedurave parlamentare. Ja kam vendosjes është atje. Alban, du me dojnë një temë tjetër. Struktura e tatimeve, pse nuk po ndryshon, a mundet përmes strukturët të tatimeve, me edhe të vëshës, ullja, rritja, me diktu pak më ndiku ekonomia. Absolutisht, shqyqari, sidomos të shmimet. Ne e propozuam edhe në Kuvend Kosovës, në këtë mandat, që të paktën në disa produkte, me ullë të vëshën edhe akcizën, në mënyrë që me lecu jetën e njerëzve tonë këtë vend. Dhe kjo u refuzu pa asë një analizë, u refuzu vetëm se vjen si propozim i LDK-s edhe i opozitës. Veç pse vjen si propozim i joni u refuzu. Për ndryshe, krejt Evropa, edhe administrata Trump tash të njëjtën politikën duke njek.
Çmimet e naftës kanë shku lart, kur shkojnë çmimet e naftës lart dhe çmimet e energjisë lart, normalisht që edhe çmimet e produkteve tjera kanë me urrit, sepse janë produktet kryesore me cilat prodhohet. Ne propozum uljen e TVSH-s në naftë dhe uljen e akcizës në naftë në mënyrë që ta lehtësojmë jetën e qytetarëve, u refuzua. U refuzua edhe ulja e TVSH-s në energji. Refuzohet çdo propozim i LDK-s veç pse vjen prej nesh. Domethënë nuk kanë asnjë ide qysh, tashti janë të çmimet tavan dhe të ligji i çmimeve tavan, të cilin ligja u kemi shpjeguar vazhdimësisht që është gabim. A ka matje sa kish me pas impakt që kjo ulje në ekonomi? Sa kish me pas impakt? Ka matje që kish me pas impakt në uljen e çmimeve. Sepse ti kur e ul TVSH-n prej 18%. Pikpytje, privati nuk po e ul çmimin. Jo, e ul, absolutisht. Absolutisht, sepse TVSH-ja i shtohet çmimit. Prandaj në mungesë për nafta pjacakton çmimin, po. Çështja e naftës ajo çmimet tavan. Ne rregullojmë, po pra, ne kemi pasur ja hek akcizën. Jo kemi mujt. Pse s'po më kur ta hek 35 cent, mi thon tash jo 1.70, po mi thon tash të ki 1.35 se ti kom hek akcizën. Po më ishim me thonë 1.70 e jo një. Si do tash tregoj. Është një takë që i shtohet çmimit. Për me marr hapa të tillë, fillimisht duhet me ekzistu një farë infrastrukture ligjore. Edhe duhet me ekzistu, të lutem, ma le të kry. Duhet me ekzistu një infrastrukturë ligjore. Cili lisht ka pengu për me hek akcizën? Mungesa e ligjit për çmimet tavan. Jo, s'ka lidhje. Tavan. Po ti e hek akcizën, mirë po ndërmarrjet private brenda vendit, ndërmarrjet private brenda vendit, e rrisin përsëri. Po flasim për naftën. Çka ndikon veç në rritje të marrës së fitimit për ato. Kur pja rregullon çmimin e naftës me gjithë akcizë, pse s'po më shep akcizë me rregullu çmimin e naftës? Urna? Ekonomi e tregut. Lutem, ndëgjom. Jo, po ti pja rregullon çmimin e naftës me gjithë akcizë. Pse s'po pja rregullu pa çat akcizë? Jo e kuptoni kështu. Edhe inflacioni bazë, edhe inflacioni i përgjithshëm është po ashtu është i njëjti. Ç'do të thotë? Çka do të thotë kjo? Ju e dini si ekonomist. Do thotë, po ja heke çmimet e ushqimit edhe çmimet e energjisë prap inflacioni mbet. Po thotë që nafta kur gjos ja leshaj çmimeve. Jo, nafta ja leshaj, mirë po ndikimi makroekonomik na e shohim tjetër. Ne ndikimin makroekonomik ne e kemi konceptu tjetër, në rritjen e fuqisë blerëse të qytetarët. Qytetarit është të dërsu fuqia blerëse. Sepse pagat kanë bërë të njëjta e çmimet të konajt. Ne kemi rritje të pagës mesatare të sektorit. Fuqia blerëse 47%. Kemi rritje të pagës për mbi 50% në sektorin privat, kemi rreth 47% të rritjes së pagës të sektorit. Ama a je vetëm se rrit çmimet? Kemi, lutem, çmimet në 6 vitet e funit janë të rrituna gati 50%. Pra prej 40 deri në 50% i ki çmimet më të larta të 2020-2025. Pagat në sektorin publik janë mbi 47%. Sektorin privat, keni marrë një masë që ndihmoni sektorit privat ju? Rroga mesatare. Marr shumë masa. Çfarë masa për sektorin privat? Masat e tjera ka qenë. Tregon ministri i financave, a ka pas ndonjëherë ndaj komunikim me organizatat përfaqësuesit e biznesit me pas se çfarë halli ka sektori privat? A keni pas ndonjëherë? Të lutem, ne jemi në kontakt. Çu trajtojmë ju sektorin privat? A e trajtojmë me sektorin privat? Sektorin privat, a e shihni si armik të ekonomisë të vendit, as si ne e shohim si faktor themelor. Edhe çka bën ju për sektorin privat? Më të mëdha, sa i përket ekonomisë ne i kemi bërë dhe do t'i bëjmë në sektorin privat. Çka keni bëju për ngritje me kapaciteteve ndërmarrëse të çfarë kapaciteti keni bërë? Ne kemi mirëmbajt politika fiskale që ja ki trefishu shqimin e rrymës edhe si ki kontaktu kur nuk kemi trefishu. Çfarë infrastrukture keni bëju sektori privat? Ajo është një agjenci e pavarur. Investitor Shqipërisë është e pavarur. Fal, investitor i ri në Kosovë. Fal edhe njerë, kush është agjenci e pavarur? Zyra për regulator. Ajo është administrat, politikat energjetike nuk i ban zërrëje, është vetëm regulator. Prandaj mos i deformoni këto gjona. Politikat energjetike i ban kryeministri qeveria. Mirë, po hyrja në treg të hapur e din që në nënshkrupi qeverive të kalume. Po pra. Në rregull, jemi në rregull me atë pikë. Në hyrjen në tregun e hapur, po jo faktikisht në mënyrën edhe në kohën, në kontekstin. Se këto është dallimi. Se këta kuptoni gjatë gjithë periudhës ne e kemi shitur rrymën e €3 për megavat tek
për distribuim. Apo më le të foli se kemi drejt edhe na kanë erë me fol. Kuptoj mirë, po më duhet me kundërshtu. Jo, po s'ki çka me kundërshtu faktikisht se ti nuk je të kundërshtu. Nuk je të kundërshtu, ti faktikisht e deformon debatin. Kjo dallimi. Më fal veç pak, te çmime tavan, që të kthehemi edhe ta bëjmë një debat shnosh. Te çmime tavan. Çmime tavan zakonisht përdoren ose prej regjimeve që i kanë ekonomitë planifikume, edhe që e mojnë, domethënë çmimet se i rregullojnë, mundohen, bazohen mbi prodhimet e veta, ose tek prodhimet që i kituat edhe që mundesh mi kontrollu në çmim tavan. Edhe ndonjëherë në një kontekst caktuar të shkurt. Mirë po, në ekonominë e tregut të lirë, ti nuk mundesh më bazuar mbi çmimet tavan. Mi vnu tavan me një fjalë çmimeve edhe me Jo, kuptoni. nuk është ai rregullatori. Rregullatori kur hyn ato instrumente që subjekti i ligjit për çmime tavan. Akciza dhe toksa. Kemi rritje të papritura si pasojë e ngjarjeve globale që po ti s'mundesh me kontrollu ato. Ato nuk mund me kontrollu, mirë po unë mund me kontrollu. Nuk është e vërtet, mos e lidh ekonominë e Kosovës me krejt botën. Mos e lidh, lutem ne jemi pjesë. E keni lidh, ama jo në Po ne jemi pjesë aktive. Po me kenë rregull më që jemi se dimi ata se si kena mëna me Ne jemi pjesë e EFTA-s, jemi pjesë e CEFTA-s, ne eksportojmë me zero kundrejt vendeve të Bashkimit Evropian. Nuk ka inflacioni që e shpjegon në Kosovë që është 7% më i lartë dhe nuk ka për shembull në Shqipëri. Shqipëria është shumë më ult inflacioni se sa në Kosovë. Çish e shpjegon ti? Jo e kuptoni Shqipëria nuk është e Shqipërisë edhe e Kosovës. Ata bazohen. Kjo është problemi, se kur folën porcët për domate, joni të menu me prodhu domate, a nuk e dini domon që ekonomia e Shqipërisë është ndryshe, e Kosovës ndryshe në këtë rast. Jo nuk jeni të kuptu. Shqipëria, jo se jeni të kuptu, kjo është problemi. Kjo është problemi. Në fakt, unë veç po du me dalë e Koran. Në fund të ditës, informaliteti apo popullsia ekonomikisht jo aktive nuk po ndronë në Kosovë. E kemi matë madhen në rajon 51% është në Kosovë, e në Moldavi është 55%. Do me thonë, që kjo është, si me thonë, krejt statistika ma e fsheht që s'po muni me adresu në asni politikë. Ka qenë edhe po mbetet. Qka keni bo, sidomos me adresu do sene që e dim që po ndodhin Kosovë. Të gjithë e dim që kemi probleme me njerë që jënë në lista veteranve, po ju duhet me punu, gjithashtu. Ata s'po mujnë, nuk o ndreq hala që ajo pjesë që me reflektu që të popullsinë ekonomikisht jo aktive. Me adresu dë qashtjet që mund të adresohen. Mos aktivizimi i grave në punë, sepse po duhen me kry punën e mbikëqyrjes së fëmijëve. Pa mësim gjatë ditor, dikush duhet mi marrë fëmijët për shkolle, shumica e grave nuk pa regjistrohen. As pa puna, as që po lypin punë, kërkas janë. Do me thonë, s'po mujnë me u aktivizu ekonomikisht. Qëto dy seksione pëse s'kena mujnë. A mundë e vazhdojnë e kuronit, lutem? Shkurt e kom. Po? Urna. Shkurt e kom. A kina ide? Për qëta, që shme adresu qëto dy qështë? Vazhdimisht mburën me një statistik që e thonë se është ullë papunësia në vend, dhe ato statistika ne i shohim letër, por qka në fakt ndodhë mrapa? Mirë, qka ndodhë mrapa? E para, neve jënë të na largu njerëzit prej vendit, ju lutem. E vërtet. Dhe kure ka për shokin më të madh të largimit. Alban jënë largu gjithmonë. Dhe jënë duke u largu tash edhe ma shumë se sa përpara, sepse lëvizja është ma e lirë dhe largimi është u bë më të madhe. Kjo është një. Mirë, po e pranon që sa për shkak qeverisë që po largohen se lëvizja është e lirë, rrogat e vogla. Edhe për shkak që ekonomia është në nivelet shumë tulta, edhe që pagat janë tulta, edhe që nuk ka vende të punës. Edhe njerëzit largohen për një perspektivë. Mirë, po, i ki 51% që i po rrinë. Dhe tash po dalë te kjo tjetra. Një prej statistikave ma fatkeqe të këtij vendi është kjo që po e thu do të inaktiviteti i madh i popullsisë tonë, e kryesisht te gratë. Pra gratë nuk po kërkojnë as punë në vendin tonë. Do me thonë nuk dalin treg me kërku punë. Po qështu ka qenë edhe për para. Sepse që qëndrojnë mrapa dhe asgjë nuk është bën këtë rritim. Qëndrojnë prapa në shtëpi, qëndrojnë me kujdes të fëmijëve dhe me kujdes të pleqve. Pse e bëjnë këtë? Sepse nuk ka qerdhe për fëmijë
në mënyrë që nënat me u liru pastaj për aktivitet ekonomik. Nuk ka pastaj kujdes për të moshuarit në mënyrë që gratë lirohen për aktivitet ekonomik. Superpuna që ka subvencionuar kemi pas fjallën me më kalzu se 51%. Me konvertu aty Alban, cili është interpretimi jot pra e Kur'an, që 51% janë popullsi jo aktive. Shumë është. Ju do në me pas parasysh kështu. Të gjitha këto efekte të një keqeverisje të zgjatur për shumë vite, nuk mundën me u ndreq mrena një periudhë. Po që këtë Podrumi, ha? Aukthevet e Podrumi. Aukthevet e Podrumi, po kjo është e turpshme me mohu zhvillimin e këtij vendi për 20 zhvillimi i arsimit, zhvillimi i jo më repse mirë me një punë. Na ka zonë me shtesa, është me shtesa jetu i një mund Ka një teori, veç pak, ka një teori që jetu e inkuraju popullsin jo aktive, tu ju dhonë shtesa, tu ju thonë, po rinin shpe, sepse që ku i keni shtesat? Për kundrazi. Qysh i ki aktivizu gratën punë? Shtesat është për me shpërnda të mirat ekonomike, që ekonomia e Kosovës, rrjedhimisht shteti i Kosovës i arkitektur. Nërja njeri ta, ti mi kreat e mas pa bu kur gjuha. A që ka shapet u mi shpërnda? Edhe kryesisht para zgjedhjeve, mundësisht Jo, nuk është e vërtet. Gjatë 4 viteve kur kemi fillu na qeverin Kurti 2. Na e kemi trashëguar një sistem ku nuk janë. Ebre trashëgimi keni shpërndarë qindra miliona euro para zgjedhjeve. Leneni me Keni shpërndarë qindra miliona euro para zgjedhjeve të trashëguar në Kosovë që politikë funksionale, ekonomi të shkatruar, ekonomi të shkatruar me falsi ekonomist, mos e me kriminale pa kriminale, falsi ekonomist. Cilat falsi ekonomist. Spondigjomi. Hekuran, veç pak, mësimi... 56 prona i ka shit agjencioni kosovari privatizimit pa negocim, direkt në tavolinë. E jo në flesë këto përshitjet... 56 prona, shumica dërmuese aty në pronave jënë si pasoj e faktit që aty kanë jetu persona privat në ato pronave për 50 vite kanë pas... O, zotni, pse po shet pronë publike, a ke thonë që nuk i shetë? Pse po shet? Ato janë kënd të nevojshme për jetë. A të nevojshme, a? Ata që të nevojshme, ato nevojshme, ato tjera s'o god nevojshme. Jo, është e nevojshme me tregu. Mas pari ato janë shit me çmimet e tregut. Paraprakisht është marrë vlerësimi. O zoti, pse peshet pronën publike kur pe kritiko privatizimin? Pse peshet pronën publike? A madhe, jo përshitni, a? Edhe jo tash peshet. Ju ka përzi këto. Majta djallë. Do me thonë edhe jo tash problemi. Linja të prodhimit për scrap. Po more, pse po shet ti? Ato qytetarët e din, ata që kanë linë ato marrëveshje, ato ka qenë shtëpi të vogla, ato ka qenë sipërfaqe të vogla. Pse jetu e shit pronën publike kur ki thonë nuk me shit? Pse ki mashtru qytetarin? Thonë që kina me orë me nacionalizu. Pse ki mashtru qytetarin? Je thonë kina me nacionalizu. Privatizimin, po privitet... Ja, po, se në mënë që të kekë frek vetë vendosë. Pse ki mashtru? Kekë frek, kanë thonë që kina me nacionalizu ndërmarrjet. Po vazhdo me shit kur ki thonë ku me nalë shitjen prona publike. A keni mashtru qytetarin? A keni mashtru qytetarin? Se kemi mashtru. A keni mashtru kur keni thonë? A t'ja ndëgjojmë argumentin. Pse AKP-ja së mshel, adresoje që ta... Arsyeja pse AKP-ja së mshel është pse, përsëri, ne kemi trashëgu një proces. Keni ditë që ka po trashëgu. Ideja ka qenë që asetet e cilat ka qenë pjesë e AKP-s me e kalu në fondin sovran. Ku e ki fondin sovran? Fondin sovran e kemi bo, kemi kalu ligjin e keni dërgu në kushtetutën. Se ki bo këtë është me kushtetutën, a? Më talë nuk është shkru kushtetutë reja. Ndërmarrja ma kriminale. Ndërmarrje kriminale kura është për me mirëmbajt pasurinë. Kriminale. Se pe bon ligjin kundërshtim me kushtetutën. A e ka do me shkru kushtetutë reti. A qka e tu bashkë? Asnjëherë. Falni, diçka, jemi në fund të emisionit. Hekuran, duhe ma adresu një çështje.
edhe në këto zgjedhje nuk po e shoh një politikë që kish një mu me ul papunësinë të gratë e që dihet cila është. Qatër. Me pas investu ju në mësim gjithë ditor, disa prej milionave që na u kanë rrinë budget, me i shti masovisht në shkolla, me i shti në infrastrukturën shkollore, të cilën e kemi në Kosovë, kemi boll shkolla, qerdhe s'kena, po shkolla kena, me i shti pare në shujta edhe në përgatitjet shkollave, me bo mësim gjithë ditor, gratë mujnë me him punë. Nalo, pse nuk po e shoh këtë politikë as shumë mirë, veç jemi në fund. Pse as këtë herë ju nuk e premtoni mësimin gjithditor? 2020. Nuk është në rregull. Ju doni me ditë që për me mujt me u implementu mësimi gjithditor, duhet me shti pare. Do të me pas infrastrukturë ekzistuese. Ndërtoj? Lutëm, na i kemi parë dhe foli me orë për këtë punë. Kallëzoj me statistika me krejt. Jo gjitha shkollat. As 5% shkollave, as 10% shkollave si mësim gjithditor, as 15% shkollave. Edhe janë të Kërkun se keni nisë. Lutëm. Zoti, për 7 vjet që ka shpoll pavarësia këtu ka ndërtu Kosova. Ti për 7 vjet gati që jenë për shtet, një sembre s'po jenë në gjendje me përmend që keni bërë. Deri tash përmenda me qëndra pika për cilat ne kemi ngrit barazi qëllore. Se përdu spari një vretje me bon jeta. Dëgjë, neve është mirë më në pytë që në opozitë se qka i në të desh me bon në zhvillimin ekonomik. Se këta i kena po që 6 vjetë. Nuk o mirë me adresu këtina, sigur me thonë që kjo të vazhdu tashti, se kjo sigur me thonë janim. Pët në neve, qka dëni me bon ju për zhvillimin ekonomik, cilat janë? Se këta e krytën, 6 vjetë i patën, e kuptoj. Jo e pota që faktikisht... Që kisha adresu qëtë problem? Të mungesës mësimi gjithditor? Jo, këta unë të foli pa kur një farë problemi. Mas pari, kjo nuk e din, veç pak. Nuk e din se nuk ka dollë në për teren, kurse unë jam kona për teren gjatë gjithë kohë. Dhe i ku marë statistikat, për shembull, veç pak dhe se më keni pas kundërshtim. Do i fushohet zgjedhore me ardhë javën tjetër, do kemi zhvillim ekonomik. Perfekt, po funksionon bishtë. Kjo është me Kaç kemi kohë për të debat, prej javës tjetër vjen keq, një orë kemi. Prej javës tjetër jemi në debat zgjedhor, të gjithë jeni të ftuar për debat zgjedhor, javën tjetër që fillojmë, natën e mirë, deri nesër mbrëma prap këtu me neve të njëjtën kohë.